Diskutimi tjetër, i cili është më rëndësi ndoshta me u potencu këtu është, Hoxha Efendi, a lejohet me dhënë zakatin në për objekte të cilat janë objekte fetare, shkollore, institucionale? A lejohet me dhënë zakatin në për këto objekte? A lejohet me dhënë zakatin për ndërtimin e xhamisë? A lejohet me dhënë zakatin për me shtruar rrugën? A lejohet me dhënë zakatin për me ndërtuar një shkollë? A lejohet me dhënë zakatin për një gjë të tillë? Një pyetje që bëhet shpesh herë. Pasi që i madhi Zot Xheleshanuhu, kur i ka potencu 8 kategoritë të cilave ju takon zakatit dhe lejohet me dhënë zakatin, kategoria para fundit thotë wa fi sabilillah, dhe në rrugën e Zotit. Hoxha Efendi, kur themi në rrugën e Zotit, xhamia vendi më i mirë. Po është e vërtetë që xhamia është vendi më i mirë. Ama Allahu Xheleshanu i ka përmend 8 kategori tekstualisht ku na mi dhon zakati. Dhe këto nuk e ka përmend as xhamin, as rrugën, as shkollën. Nuk i ka përmend këto. Ata të cilët kuptojnë në shkencat islame, zakati do të më dhon pa kompenzim, pa interes, sepse ajo nuk është pasuria jotja, është hak i të varfrit është ajo, hak i nevojtarit. Atëra ajo do të më dhon pa interes prej teje, për me u bë pronë e njërit prej këtyre 8 kategorive. Xhamia, nëse kam dhënë zakatin me shtu një rrugë, atë rrugë e përdor edhe vet. I bën që ja kam dhënë zakatin edhe vetes. Kur e kam dhënë zakatin në xhami, xhamia nuk ka pronë askujt, është e muslimanëve. Prandaj i bie që kur të hyn në xhami, unë të përdorë atë xhamia kam dhënë zakatin vetes. Prandaj dhënia e zakatit për ndërtimin e objekteve, cila do të qofshin ato, për rrugë, për xhami, për objekte të ndryshme, nuk lejohet me u dhënë të gjitha mëdhëbet juridike islame. Të 4 mëdhëbet. Nuk po flas vetëm një. Dhe unë e di që ka mendime që ka thonë lejohet, e kuptoj atë çështje. Mirë, po ne po flas që ka thonë shkencat islame. Një gjë e tillë të 4 mëdhëbet nuk lejohet. Fjala fi sabilin rrugë të Zotit, kuptimisht gjithsesi i bën që xhamia në rrugën e Zotit. Po terminologjikisht, se kuptimi terminologjik është i rëndësishëm, jo gjuhësor. E disa kanë marrë kuptimin gjuhësor nga tefsiret apo hadithet dhe kanë bërë zbatuar atë si normë juridike. E një gjë e tillë nuk lejohet. Ti nuk mundesh me shpjeguar një normë juridike prej një profesori për shembull të edebit të edukatës atje. Ose të sociologjisë. Normën juridike merr prej avokatit, prej gjyqtarit, prej njerëzve që kanë kryer juridikun. Jo prej njerëzve të tjerë. Andaj juristët islam thonë se fjala fi sabilillah për qëllim për luftarët edhe për qëllim për nxënësit. Vetëm Muhammed Hasan al-Shaybani ka thonë edhe për haxhit. Mirë po, gjithashtu është mendim i rrallë. Fjala është për këto 2 kategori. Nëse tojna fjala fi sabilillah në rrugën e Zotit, atëherë edhe i varfri, edhe miskini, edhe ai që është në rrugë, edhe borxhiu, gjithë këta janë për hir të Zotit i japet. Atëherë pse pas ka përmend Zoti në Kur'an? Nëse thua fjala fi sabilillah çdo punë të hajrit, atëherë s'pas ka pas nevojë me përmend 7 kategori tjera, sepse ato janë punë të hajrit. Kish mjaftuar vetëm kjo. Dietarët islam thonë, për shembull, thonë nëse në një vend është një vend, për shembull, sikur më qenë llapi komplet, s'ka asnjë xhami. Atëherë na lejohet me çet zakat me ndërtuar xhamin pasi që s'ka xhami në atë vend, s'ka identitet fetar në atë vend. A di çfarë thonë? Thonë jo, nuk lejohet. Po çysh më apo? Thonë merret zakati, i jepet një njerëz devot shumë që më ia lyp shpirtin ta jap. I jepet zakati komplet atij njerëz. Dhe i thuam, apo na ndërton xhami? Dhe ati në ati e din që ai nuk thot kur jo. Dhe ai e ndërton me sadak, por jo me zeqat. Këtë çështje kanë trajtuar dietarët islam për gjatë shekujve. Dhe më ardh mas 14 shekujve me thonë që valla lejohet me dhon zeqate për xhamia, atëherë na po dalin më mujtahidin se sot part. Ka hemurëm këtë. Ka thonë filan profesori, filan alani rregullat shariatit ai ka zbatuar. Kur e kanë nxjerr këtë normë juridike, ai ka respektuar në rregullat shkencore apo jo?
Kjo më intereson mua, s'kam bëj me amna, unë kam bëj me shkencë. Ai ka respektuar rregullat shkencore për çit rezultat. Nëse jo s'pranohet, nëse po, faleminderit. Krymabetin. Mi adhon sadaka më mirë, ka thënë pejgamberi alayhis salam, është për familjen e vet. Kush është njëri më i afër për ty, baba dhe nona? A lejohet me dhon zakati babës së nonës? Në amën të asoj që të ka shumë sevap me dhon zakatin xhami, shumë sevap ka me dhon babës së nonës. A lejohet? Jo. Babës së nonës nuk japet zakati. Ti ke amanet pe sadakës tonë me majt atë, me ndihmu atina. Dhe na muslimanët kemi amanet me sadakat tona, me ndërtu xhamia tona, objektet tona, vendin ton. E jo më marr kashatën e gojës të varfrit e më thon vendet e xhamin.